propozova të mahet minut me njerë, por thash do ishte në nderin e kuvendit që të gjenim një moment për të organizuar një gjë të tillë. Sa i përket atyre që u thanë këtu për Gramoz Ruçin apo përfaqësues tjerë Partisë Socialiste, ajo është një çështje për të cilën Gramoz Ruçi ka dalë me dëshirën e tij para drejtësisë, edhe drejtësia ka folur qartazi sa i përket çdo lloj insinuate politike të ngritur kundër figurës së Gramoz Ruçit. Megjithatë, keqardhje e madhe për këtë degradim, ndërkohë që sa i përket pjesës tjetër, i tërheq vëmendjen çdo deputeti të Partisë Demokratike që thyen rregullat e bashkëjetesës në këtë sallë. Marrja e kartës pamundësimi i fjalës së çdo deputeti është e palejueshme. Ajo dënohet sipas rregullores. Deputeti anë fjalë e cila ka penguar deputeten tonë të mbajë fjalën, ka marrë kartat, do të përballet me sanksionet që ka rregulloria dhe që kërkesa jonë sapo është depozituar. Faleminderit.